Do shkojmë menjëherë tek Parku Olimpik ku diskutohej për votën e Greqisë, kam Elda Mengën atje, Elda na qartëso. Grida, në fakt, komisioneri Cilibashi ka marrë një vendim sa i takon zhbllokimin të procesit të votës së diasporës. Vendimi që ka marrë Cilibashi parashikon që të vijohet me numrimin e fletëve të votimit të gjitha shteteve, ndërsa zarfet që vijnë nga Greqia të ndahen më njanë. Praktikisht në fakt i bie që t'jetë një plotësim i kërkesës së Partisë Demokratike, pasi ishte ajo që e kërkoi një gjë të tillë, që të zarfi që përmbante fletën e votimit që vinte nga Greqia të mos hapej, të mos numëroj. Në këtë mënyrë, Cilibashi ka zhbllokuar të paktën në disa tavolina procesin e numërimit të votave, ndërkohë momentin e fundit pati një tension sa i takon sërish kutive të qarkut të Korçës, me të cilët tashmë vetë Cilibashi ka marrë në dorë situatën duke komunikuar dhe me anëtarët e grupeve të numërimit të votave. Qarku të Korçës për diasporën. Po? Po. Okej, ka rezultat janë momente të në fakt janë batrat ndezura, ka tension, jo, për momentin nuk ka rezultat të parë, për shkak se është një proces pak sa i gjatë, sepse duhet të ndahen zarfi nga zarfat dhe pastaj të bëhet një proces numrimi. Për momentin nuk kemi asnjë lexim të fletëve të votimit, vetëm ndarje e zarfave, zarfi A, zarfi B dhe zarfat që vijnë nga Greqia. Elda, të falenderoj.